Drejtoria për Buxhet dhe Financa ka përgatitur planin e punës për vitin 2012, gjithashtu edhe pasqyrat financiare për vitin 2011 të dorëzuar në Departamentin e Thesarit me 31/01/2012. Planifikimi i buxhetit për vitin 2012 është 12.492.511. Për paga dhe menditje janë të planifikuara 7.222.060, për mallra dhe shërbime 1.062.744, për shpenzime komunale 274.750, subvencione dhe transfere 109.862 dhe investime kapitale 3.823.095. Gjithashtu, investimet kapitale janë 3.823.095. To janë shpërndar në struktura e investimeve, ndërtimi i rrugëve 2.923.171, kanalizime 160.000, struktura tjera 579.954, pajisje 79.985, pajisje të teknologjisë informative 11.000, mobilje dhe inventor tjera 11.000, pajisje speciale mjekësore 50.985, si dhe për automjetje 7.000, gjithsej do të thotë janë të dedikuara për investime kapitale 3.823.095. Vethanake për vitin 2012 janë të planifikuara në bazë qarkores buxhetore 02 për 2012 1.771.999, do të thotë për vitin fiskal 2012 për komunën e Voshtresë është ky numër i planifikuar. Shpërndarja e tyra vethanake në bazë planifikimit është bërë në këtë formë. Tatim pron janë planifikuara 230.000, taksa komunale 906.600, ngarkesa komunale 126.799, të hyra tjera 310.600, gronte dhe donacione 198.000. Do të thotë për dallim nga viti 2011, të hyrat në vitin e 2012 janë më të mëdha për 31.92%, ose në shumë totale 428.749.